Gjeneta e konfirmoi më në fund lidhjen e re të dashurisë, ja çfarë bën ajo. Të shtunën përmes rubrikës e vërtet e pavërtet, Priveja ishte e para që njoftoi se Gjeneta është në një lidhje të re dashurie. Burimet e sigurta thanë se ajo është në një njohje të re, teksa mashkulli që po i merr vëmendjen e megjasa dhe zemrën është nga diaspora, por nuk është pjesë e showbizit shqiptar. Për këtë raportim për herë të parë duket se ka reaguar indirekt edhe Gjeneta përmes një postimi. Ajo e cila ka bërë të ditur shpeshherë se ka mbyllur kapitullin me gjestin e madje ka vetëm një neveri për lojën e tij. Së fundmi duket se e ka marrë seriozisht këtë fjali duke nisur një marrëdhënie të re. Në Instagramin e saj ajo ka postuar me veshje tradicionale teksa ka pyetur audiencën: "Nusen katona, nusen Zvicër", teksa duket qartë se mashkulli që po përflitet nga diaspora është në Zvicër, duke e pohuar indirekt këtë lidhje. Fansat janë çuditur se sa shpejt i pas ka shkuar mendja për zhvillimin e martesës, teksa duket se ka seriozisht apo vetëm për ngacmim për audiencën. Kjo është një lojë e ditur nga Gjeneta. Gjeneta nga ana tjetër u pyet së fundmi edhe në diell, ku tashmë punon prej disa kohësh edhe për gjestin dhe se çfarë ndjente tani më pas kësaj kohe ndaj atij, teksa u shprehte: "Me gjestin i kena mbyllur punët prej kohësh dhe unë kur e mbyll një kapitull e mbyll një herë e mirë. Vetëm më vjen keq për Eglin që ka rënë prej atij. E kuptoj dhe e suportoj shumë Eglin, por të isha unë në vend, doja shkulja lesht e doja jepja në dorë nëse ishte sjell ashtu me mua. Ndoshta kjo është diferenca, nuk mundi ta përballoj një femër me aq karakter sa unë", shpreh Gjeneta për gjestin.